أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمدلين ذي العظيمة إتاكون بتم الله عز وجل الصلوات والسلامات يدرك محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave këshilla nga ortakët. Jemi edhe më tej në këshillat e sahabiut të nderuar Uthman ibn Affanit radhiyallahu anhu. Këshilla radhës, thot Uthmani, nëse lini anash urdhrimin për të mirë dhe ndalimin nga keqja, Allahu do t'ju sprovoj që njerëzit më të këqij nga mesi juaj t'ju udhëheqin. E pastaj njerëzit që kanë mbet të mirë i lutën Allahut azza wa jall që ta largojë këtë udhëheqje të keqe. Mirë po Zoti xhallahu ala nuk do t'ja pranoj të mirëve pastaj doan edhe lutjen. Urdhrimi për të mirë dhe ndalimi nga keqja është një nga obligimet fetare. Është një nga elementet që e mban gjallë këtë shoqëni, e mban gjallë këtë shoqëni aktive, e pengon të keqen ose e minimizon të keqen në mesin e shoqërisë islame. Andaj Uthmani tha, nëse largoni nga urdhrimi për të mirë dhe ndalimi nga keqja, Allahu ka më sprovu dhe kanë me ardhur mesin tuaj njerëzit më të këqij dhe kanë më udhëheq. Njerëzit më të pamerituar nga shoqëria juaj kanë me qenë udhëheqës. E kur ta kuptoni zullumin edhe të keqen e tyre, keni me ju drejtua Allahut me lutje, mirë po Allahu nuk kam ja bo kabul doan dhe lutjen, ku me ditë sa me qenë njerëz të mirë në ato momente. Që dhe thot, para se me arë belaja, para se me arë e keqja, para se mu bo udhëheqës mesin tonë njerëzit më të këqij nga mes jonë, duhet pa tjetër me urdhru për të mirë dhe me ndalu nga keqja. Nga se pastaj kur mushë shoqëria me sherr, me njerëz të këqij, qovë në udhëheqje, apo me njerëz të këqij në familje, pastaj na bie men me ju drejtu Zotit, me lutë Allahun, me përmirësu gjendjen. Mirë po ajo dua apo ajo lutje është vonë, edhe Allahu nuk e pranon. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Për shkak se Allahu tha, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e popullit derisa ata ndryshojnë gjendjen e vetë. Andaj nëse ne nuk mundohemi me ndryshu situatën e gjendjen, Allahu nuk ka me ndryshu këtë gjendje, që ashtu hope apo shkallë shko. Për të arsye, prej shenjave të kiametit është që njeri besnik ka mu llogarit i pabesueshëm një mesin e njerëzve. Ai tradhtari ka mu llogarit njeri i mirë. Njeri i drejt ka mu llogarit i keq mesin e njerëzve. Ndërsa gënjeshtari, mashtrusi, lejkatari ka mu llogarit mesin e njerëzve. Po mduket pejgamberi sa më ka fol këto fjalë para 1450 vjetëve, sikurse mi pas fol sot mesin tonë. Vjen një njeri besnik se don shoqëria se i bën zarar. Vjen njeri drejt, nuk e don shoqëria se përvallon, e ka mujt e keq e shoqërinë. Vjen larkajtari, vjen tradhtari, vjen gënjeshtari, llogaritet i mirë, ndoshta për shkak pozitës, famës, pasurisë apo për shkak pushtetit që e ka. Andaj duhet me çelë syt para se mu buvon, nga se urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga keqja është mburoja kryesore e shpëtimit këtë botë dhe botën tjetër. Mburoja kryesore e ruajtjes së shoqërisë nga kaosi dhe katrahura. Tha Allahu azza wa jall: "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi
wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Le dale një grup mesin e njerëzve dhe të urdhroje për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Allahu tha një grup, nuk tha hoxha, nuk tha vesh pejgamberi, nuk tha vesh 2 vetë, tha një grup. Dikush mundet me thonën, unë s'muj me fole vladit me thonë kjo është haram babos, a ga u është du të me thonë në xhami. Unë s'muj me ndal me pi alkohol në kafe filanin, a ga u është du të me thonë, ti mujt është me ndal, me thonë ta olin teme nuk ka me pi alkohol, ku du shpije. Mujt është me ndal, me thonë shitorën teme, fal nuk ka birra, nuk ka alkohol. Kjo është me ndal, mos mi adhon luksin kuna ti teket me pi birë, me pi alkohol. A pas e mundësi me ndalë, po, s'ka nevoj më kunë hoqë, mi thonë të keqë se keqë, mi thonë të bardhë se bardhë, sa Allahu të ka dhonë mend, të ka dhonë logikë, fiqir, sot s'ka njeri që nuk ka vedije, s'ka rjetët sociale, loj hoqë, loj dije del, kejti për cilën, sot di njerëzit shumë, ama pak praktikojnë. Andaj mosu arseto se si hoqë, që si e haji, e din çka është e bardhë, çka është e zezë, edhe mos hezito me thonë zezë edhe të bardhë dhe zbardhë. Nga se për ta përmisu, këtë umet duhet pa tjetër, pra, do thot me përdor urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga keqa. Unë e di që nuk është letë, kohën e sotit, me ndalu të keqa mirë, po, s'pa ku duhet me u mundu. Pejgamberi thamë të regoj për elitën e keqe. Fetarisht, nuk ka pas nevoj me bo politikë mesin e njerëzve. Fetarisht politika është e qortume, bile disa dietarë kanë thënë është ndalume. Nga se vetë rënja e fjalës politik nuk është e këndshme. Fetarisht nuk është e preferume, mirë po, kanë erë detyrua njerëz të mirë, mu marë me këtë punë, mos mi alon dorë të linjerit, me udhëhec xhamatin, popullin, mos mi alon gjithë kujt, gjithë natën, rakigji, gjithë natën në për vendet pista, edhe nesër mu që me udhëheq popullin. Sa shkjo? Për të arsye, i tha Othmani, elita ma e keqen mesin e njerëzve. Sot kohën e sotet, elhamdulillah, i çdo parti politike shqiptare ka njerëz të hajrit, elhamdulillah, ka njerëz të mirë, ka që i binë sejtë Zotit, se pinë alkoholin, ka njerëz ndershëm, smujtës asë njojës mi thonë e keq është, se tu dhe kejtë onët ka njerëz të mirë, ama pështon ndonjoja pa njerëz këqi nuk pështon. Ndonjoja ka ma shumë, ndonjoja ma pak. Mirë po mos me lonën këqit me na udhëheq, mos me lonë me ta dhoni idenë, projektin i keqi. As ai që është i keq shpirtërisht, moralisht, as ai që ka indikacione të jashtme. Na jemi popull i vogël. Lugina realisht i ka 70.000 vetë, banor u dashmi pas. Tash i ka 22.000, se ka një krejt. S'ka nevojë lugina me pas 3 bashkë islame. Nuk ka nevojë me pas 5 parti politike. Bani 2 u kry puna, njëja me tjetrën, ose banu bashkë. Ki popullu që do që më popullu shqiptar. Vendi jam, am, Shqipni, ka trahur, kaos. Kosova, kaos. I hub 85 milion euro nga bashkimi Evropian për shkak se alas ka formu qeveri. Astaghfirullah. Ki nuk është vendi me full politikë, se politika është e keqe, zbon. Ama pe thonë pi zemrës plast. Sa donacionin e hubmi si popull, tu luftu me një tjetër, astaghfirullah. Se di be une ki mentalitet kështu më kone. Me bo kurban gjithë këtë popull, ku puna shpazët vendi, puna i kirinia, për karik me zhagu këtë punë, mi up gjithë ato miliona euro. Ku është me kjo mentalitet, ku është kjo logik? Unë nuk e di shka puna, ja jena mësu me la udhesi. Dikush tjetër, ja semi vla për udhesi. Për d'arsye, i tha Othmani, ka marrë puna që keni mishtu dur gjepa, ka marrë puna që hajtë mos foli se preket vajza, hajtë mos foli se vlavi po preket aqa, po preket baba, po preket tezja, hala, ta ne mos unë vin, e keqja e kam lu gjematin. Vjen puna që ka hoxhës pashamin, vjen puna gjali hoxhës talava, vjen puna nipi haxhijes rep, vjen puna qetri hashish, la. Kuna janë këta njerëz? Tonë që janë. Gruaja i thot, o baba haxhi mos fol se djali mos vjen shpi.
Ai që do të mos fol se hallat anë sta shkel pragën e derës. Motra o mot. Subhanallah. Me idhnu Zotin për hatër motrës, o i motër du pasha Allahin. Të ri une, për para të ri. Ama kur e shkel një dispozit së mujnë, me thonë mire ki. Po ma se unë e sta shkeli pragin, suksese. Ka thonë pejgamberi ai i cili mundohet me kënaq Allahin, duke i hidhru njerëzit, Allahu ka mi i kthy zemrat e njerëzve që me dashkit njeri. Shkon një javë, 2 javë, 1 muj, 1 vjet, me pa Zoti sa ki për një me këtë punë. S'ka arë motra që 3 muj, halla s'ka arë që 6 muj. Pse s'po të vjen, i ke thonë ai hall, haram është kjo. Mas 1 vjetit vjen. Allah i po ta teston sabrin, a ki për këtë punë për Allah, a mu ka zu ma i dishëm, a për ka pata i lëk e ki. Për të arsye ka thonë pejgamberi, ai i cili e kënaq Allahin duke i hidhru njerëzit, Allah i ka në dorë zemrat e njerëzit, i kthen ma vonë ka ti. Vesh prit pak, sabër. Nuk vjen e mira blanko, nuk vjen e mira për 1 javë, për 1 ditë, ja, sabër. Ndërsa kundërta ai i cili e hidhron Zotin duke i kënaq njerëzit, Allah i ka mi bo që ata njerëz ma urrejt ato. Ja ki bo rrafsh haramin, ja ki bo halal haramin, e ki hidhnu Zotin, mas 1 javë s'po të vinë që ata njerëz, pësa mëra s'po vini, unë ju lash me ngu haram, me pi haram. Pala s'di di shka isë përna tokë, që në ki dalë pi ujit. S'kan faj ata, Allah i ka qu zemrat e tyre me të urri ty, se e ki hidhru Zotin. Andaj është një rregull, nëse Allah është me ty, krejt më kun kundër, ti kthen Zotin, sabër. Me bo më kun Zotin kundër teje, pasha Allah në kejt me ta rrej shpindën, s'ka fajde. Se krejt që ata ka me ty thia Allah kundër teje, mos me fjalë, me zemra kanë mu distancu. Për të arsye, mos e leni elita keqe e shushnis tonë, nuk ka mal pa uk, nuk ka familje pa dëgjall. Mos e leni këta njerëz me hyp në krije, mos e leni këta njerëz me na udhëhes. Thuj të keqit i keqje, thuj pisit pisje, jemi aga uq, edhe jemi mujtët më konë valla, ama është i keq. Qështu të jabu rafsh, qështu të shujt, hajt, shuj, po në mbulon e keqja. Zeynep binti Gjahsh, tha ja nisi me fryhera, ja nisi me fryhera me murmuru, s'ka ra me dine shpeshi, edhe në atë kohë. Tha pejgamberi u qunë kom, s'peze vendi vend, tha ja Rasulullah, shka su bubu është rahat. Tha po tut na po na përfshin dënimi i Zotit. Tha qysh, mesin tonë është pejgamberi Allahut, mesin tonë ka njerëz që falen, njerëz mirë. A bon vaki Allah i me na dënua? Tha naam. Idha kathura al-khabath, tha po. Nëse na përfshin e keqja, i përfshin dënimi edhe njerëz të mirë. A besheni sa kohës na karashi? O shake tokë, ju në tha bereqetet. Pse të ndërrua xhamat? Allahu ka rahmet shumë. Apo më ndoni që Allahu po do më na dënua, Allahu po do më na kthjell. Me na kallzu o njerë cilë një syt, se ja undali shiun edhe ja hupi bereqetin. Ja undali shiun edhe ka mundsi keni bereqet pak. Ka mundsi keni bereqet, po s'ka shije. Ta bjem punën 1 hektar me të qitë 8,000 grunë. As 400 kg grunë si qëtë. Për para fukarove këtë dhe në fytë. Për para telefonës këna pas. Para pasha Allah s'kemi pas në përgjepa. Ama kur ka shku babushi me korë, zalinin 2000 metra i ka qitin 25 thas. Kur ka shku 1 hektar me korë, 89 thas. Rekord. Ako është bagi, i ka fajt shoferi se e ka kusit nalt, më kalon plitko. E mi qiti e këtirit e të më thos, ja, si ka fajt, ai, kamione, kush është ai? Si ka fajt? Ai që pekor grunin, fajt i ka ti ki fajt. Edhe toka u karavo gjemat, edhe toka u helmu me gjunatët tona. Tha Allahu Azza wa Jall, dhahara al-fasadu fil berri wal bahr bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'd alladhi yamilu la'allahum yarji'un. Tha Zoti u paraqit
fesatin tokë, keqja në tokë dhe ndeti, për shkak se njerëzit nuk lanë send keqe pa bo me durët e tyre. Dhe këto e kemi bu kështu, që me shiu denimin helbet mos po mbledhin men. Helbet mos po këthjelen. Se kena ndërmend më këthjel. A dini pse? Në ka hi dunjoja në zemër, kemi bu bare si cili ma shumë që tjetri, edhe s'po jena ndvarur pita magëve kalamoqit, as pi grunit. Pse vezot njës pi mjellë në 2 metra grun, se e blej dhe të erofesi. Ti pse ves po mjellë 2 lakra kiven, se ka lak në plot. Pse ato s'pe bon? Në kam lu bari, në kam lu pirovina, në kam lu e keqja, më ispari zemrat, pas ta i tokët tona. Për para s'ki pas tokë pa punu, i mirshin edhe me qira, se s'na dilishin, sot e kundër të ka ardhë. Ma në men, s'kina ku me shku, po sa zgatë zote e di. Ka marrë koha, kam ju rrit vlera tokës. Ka marrë koha, kam ju rrit vlera bereqetit, dhe që ka nisë. Ka marrë koha, se për para po ish me argare, pe pres një kurban, një bet 80 euro, ma mis me pres e shtrejt. Që është e prejnë 250 euro kurbanin. Pe pres një lop, 600 euro, është e blenë 2000 euro lopën. Se kemi dit vlerën. E kene në shmu kurbanin, që është mi mish kurbanit në për gjemat, se haj ma ka hoq, mos e berë, era për vjen. Mas 2 dytve, kur e shqip që qeni u knashtë onë kur mish kurbanit. So është ndalume, po probleme është, ty bete ka pru mare. është amaneta i mish që ka arë shpe. Për të arsye, mos e leni, që elita keqe me në ndryshu konceptet, që elita keqe me në udheq, që ata me në kalzu neve që ka është e mirë, që ka është e keqe. Sa Allahu në kanë garantu në Kur'an dhe ka thonë, ma farratna fil kitabi min shay'in. Nuk kemi lënë Kur'an kur gjo pa qaru pa vitin tu. Veç a ka kush e merr këtë Kur'an urdhërfyes në jetën e tij përditshme dhe e merr këtë Kur'an ligjvënës në jetën e përditshme. Tha pejgamberi alayhis salam, pashaat në dorë në të cilët të shpirti janë. Ose do të urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga keqja, ose Allahu azza wa jall kam ju dërgu dënime e pastaj ato dënime dhe atë dënim kërkoni Allahu me a largu, mirë po Zoti si ja bon kabul doan. Pse si ja bon kabul doan? Se keqet ka hinë o borë, i bo kështë shpeshe. E keqet ka hinë shpe në salon, i bo kështë shpeshe. E sa e keqe po në afutët më në neve. Për para të ndërrua xhamat, Allah ju ndëroft me pani ku i shike, që zhvesh keq, është zhvesh me robat të shkurtra, kena kukat, në ka arën marrë me këshyrë, edhe i kena folë babës vetë, prindit vetë. Sot, filanja, u bo të rënë nuk meti shpi pa u spërvu me këtë punë. Nuk vjen marrë, mesës mi dalë babës haxhi e vesh në ashtu. Për para gruja, u kone mlu me fune kryje, i ka arë marrë mi dalë burrit për para. Sot, gati e shplume, i del kunat i tekët. Allahu na falë. A së shkjo e keqa? A si ki thonë haramit po në shpitonda? Po mu s'po më shkon fjalla ka oqë. Kjo ka babë. Kushe ka bo babën e mesës tonde? Te ki bo, se ku bo. Te ki bo. Ti e përgjes. Te ki maru ke shpi. Kjo është vatani jo, toka jote. Deri sa koll ti hala. Deri sa ka është ta hala gjenazën, ty ka me të vetë Zoti. Qysh e la shpi tonde, moshkel harami me dy kom, edhe u bune këshish përshe. Unë e tutna që Zoti as namazit të bon ka bu. Tutna që as të dekans në pranën Zoti, se doa dhe luqës për folim. Unë e valla për këshyre vetën teme, s'ka vetën teme me këshyre. Do që me këshyre dhe oborin tonë, së kakin tonë, ata që i ki për gjatësi amanet i ki, vallaj po foli për zemrës që është të mërzitur. Po tutna që unë i pari, Allahu ka ma thuj qafën. Ke hoq, ke iman, se ngrit e zonin. Nuk e pa dhe guximin filani tu pi kafe me thonë, shyre me vllash mu veshe qika, mesa. Qysh me mare, so është mare vlla, përgjithësi është. A ku është mos e përzi, jo mas për përzina, po pja baj galin edhe vetit, se kur po vjen një fryme madhe, kur po vjen një furtum, e s'po na bje shiqe 3 muj, a ga hoq qoj durt,
po vjen marrë më në mi që durët, po vjen marrë me thonë, o Allah, s'po bje shi, qësh me marrë guximin me që kryet, mi lip Zotit shi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gjinja nuk është mirë, vëllaj. Do të mira mas vete ja ka vuq, po që Allah njerë, kryja, pasaj edhe tjerët. Andaj, si cili kemi gjunojë. Mirë po, si cili duhet me përmisu vetën. Dikush mujtët me thonë, a ka vuq e keqen e ka kaplu. Kena gabu në fillim, s'kena folë, sha mujtë na une me bonë ma halë, pas dhe shpi me hala, veç une me ngritë zonin. Mirë, ku gjene pranvera. A ja nisin kej lullet me qena? Jo, njoja nis në bolule. Pastaj ja nis tjetra. Pika, mushët pusi. Tjeza i pari. A i qetri i dyti, i treti, si a Zoti për e qetë. Ama mi ja nis me thonë, kej që unë bo qështu, mos dalona për tjerve, mos bëj kështu, nuk bën kështu. Se pasha Allahin, na fshin belaja, edhe pastaj na fshin e dënimi i Zotit Gjellewala. Andaj, i dërguar Allahut e përshkruan me një hadith tjetër përgjithësinë që e kemi në shoqëri dhe thot shembulli i atij që i respekton kufit e Zotit dhe atij që i shkelët si një grup i njerëzve që është në anije. Pastaj thot, ai njeri që është në anije i kallzon njerëzve nalt. Shikoni njerëz se është puni birë ndër anije. E janë ta bllokojmë që mos deportoje uji. Nëse ata që në kryje ngojnë, atër eliminohet problemi. Eliminohet rreziku. Mirë po nëse ata që janë të evozit anijen, i thojnë ati që e ka ngrit zonin, leja atë birë se për një birë nuk fundoset anija çka ndodh, fillon me piku uj, mbushet anija me uj, mbushet me uj deri kur, dhe fillohet mu rundu anija edhe mu fundos anija. Andaj ka njerë kur ta ngritë diku zonin, dush mi qelë vesh me ngu. Me u përgjigj ftesës. Ose për shembull, ka fillu filanit mi u djeg shpia, ose te pija në sopë, edhe ai po thot ty e thirri zjarë fiksët. Çka i thu ti? E s'mara me një dy kofa uj, shuk e zjarmin, se zbohet nami për një tepi. Zbohet nami 5 minuta, ama ka njerë edhe 5 minuta janë mëdhaja. Rrokut pasaj ke shpia dhe kallët. Pra ka momente kur ngritja e zonit duhet mund të gjuhë nga dikush. Ai që thot anija është u fundos ngoje, ai që thot ngritë zonin ngrite, se pastaj ka mundësi kërkon me ngrit, mi qu dur të lartë me lu Zotin, mirë pa Allah s'na pranondohen. A pranondohen ne o pranondohen? Elhamdulillah këtu mesin ton ka njerëz mirë, ka njerëz që i do Zoti. Ata nuk janë që zbojnë doa Allahu më te Allahu më rashi, po pse Zoti s'pja pranondohen kabull? Për shkak se në ka përfshi e keqja. Për shkak se e keqja e ka mujtë mirën. Dhe për shkak se njerëz të këqi, pra ju mbu ma shumë se sa njerëz të mirë Allahi na rujt. Dietarët kanë thonë, çka nën kupton fjala e Uthmanit, kanë me udhëhec elita më e keqe në mesin tuaj, njerëz të këqi. E para kanë thonë, nuk duhet kjo Allahu Akbar, mu kuptu vetëm si formul, se do të aspektin politik, por duhet më u kuptu në përgjithësi jetën e përditshme. E para është, njeriu është elitë e keqe kur hesh përballë korrupsionit. Të ndërua xhamat sot, na ndodh njëri që e praktikon sunetin, fal namaz, edhe vjen i thot haramit po. Ai tjetri thot vjedhjes po. Se tash kanë filluar me ndryshu konceptet, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njerëzit para kiametit kanë me ndryshu të keqës emri. Alkoolit kanë me thonë pije freskuse, për shembull, vjedhjes kanë me thonë përfitim i merituar me djerës. Allah i ndëroft edhe ai që punon me drogë, me djerës e bon. Edhe ai që punon zina, me djerës, edhe ai mos i ceki këtu punë të këqija. A është kjo halala? Nuk është halala. Sot vjen njeri që i fal 5 vakte, edhe bigajri hak nuk kuqët, nuk shkruan kontratë kamatës. Dëshmitar në marrjen e pasurisë me kamat. Nuk shkruan projekte që nuk ekzistojnë. Në arsyetimi që unë e meritoj, në arsyetimi që është hak i jemi. Të dhënë xhamata ki pranu me jetu në shtetin ku jetu po. A ki pranu me qenë firmë dhe pjesë e këtij shtetit po. Nëse ta qet ka qiki ta man
forca, mës me lajmëru shtet firmën graj. Ama nëse ta qetë me lajmëru, pastaj me bu manipulime, mos ushit musliman. Mos ma përdhos islamin. Se vjen nëse ta zembishin shteti me derë, për shkak takseve që si ki pagu manipulimeve, edhe ta qetë foton me ftyrë, thot ki muslimani i meqëm. A pëqini se në të bosot njerëzit, rjetët sociale, qite sot një gru me shami, qite një djallë sukseshëm, sot ju në qu njerëzit antifetar, islamofobot, qka i vjen ngoj, shajnë, ofendojnë, kërcënojnë elitat fetare muslimanëve. Kur nuk ka qenë ma nivel islamofobia se sot. Unë e pejdi që qarqet e huja po punojnë, para ajo kjo. Së një ndalë mina. Ama ti mos i jep shansë. Ty mos ta zojnë bishti me dhe, se nuk thojnë Suadi, thojnë Hoxha, nuk thojnë filani, islami thojnë. Që shapo më muslimani. Mos e mashtro vetën me 2 euro, 3 euro, 1 euro. Moni se kjo fej nuk është hajgare, pasha Zotin e madhë. Aty ku ki dëshmu, më nëshkru harami, ki mu pytën. Aty ku ki nëshkru haram, ki mu pytë. Unë e di që u bo zorë me jetu më halal, unë se më hejto. Ta na ona ka përfshi harami. Po problemi bile me vedia mos e bon. Bile mos thuj pa, bile mos thuj mire ki. A ka që kom shok, faleminderit. Shok po, ama jo shështu. Vendos me pak kritere, vendos pak regula. Mos ja e për lukësin kuna ti teke me rejt me tyje. Se nesër për dole aj me list katastrofale, pas taj qka i thu një, vetës ma i të poj, qka i thu? Se pas në dit, që shtot i ka e ke dit, ta ka kujt, të keqit thuj të keq, pisit thuj të pish, mos u kuq, se pak i me jetu këtë dënjo, 70-80, shkum, ama ka me bornia jote, fjala jote edhe puna jote. Andaj kjo ishte pjesa e parë e ligjatës të Othmanit, ku tha, keni me ndalu, keni me hesht, nuk keni me urdhu për të mirë dhe ndalu nga keqja, derisa të vinë njerëz më të këqij në mesin tuaj dhe kanë me udhëheq çdo aspekt fetar, shkollor, politik, pastaj keni mi rapi shmon që keni lënë të keqin me udhëheq, keni mi qu durt, o Allah heke. Ama mo Allah nuk i bon kabul doa dhe lutjet. Se kur dash me ngrit zonin, i ke thonë mire ki, se ki pas interes, kur dash me thonë i keq je si ke thonë, tash boje me shnet. E lu Zotin e madh që Allah të na përmesoj neve, pastaj shoqërinë tonë edhe mbarë muslimanët ku do të qofshin ata. Zoti të mos miru, alhamdulillahi rabbil alamin.